Unë jam Halid Gjafa, profesor, dekan I Fakultetit Ekonomisë në Kolegjin Universitar Qiriasi. Ekonomia shqiptare në kuadër të zhvillimeve globale ka evoluar, vazhdon të performojë në forma dhe nivele të ndryshme. Ajo që ne na intereson në kuadër të rolin që ka ky institucion në këtë ekonomi është se po lindin profesione të reja dhe në profesionet ekzistuese ka një spektër e një fokus më të gjerë, çka do të thotë që ata që do të prodhojmë ne, studentët dhe diplomat që ne do të prodhojmë dhe për t'i ofruar tregut punës, duhet të kenë përgatitjen dhe performancën e nevojshme për të përballuar këto sfida. Ne kemi aplikuar dhe kemi parashikuar që edhe në gjuhën shqipe të kemi edhe një program në informatikë ekonomike bazuar kjo pikërisht në kërkesat e tregut. Dhe në kuadrën e lëvizjeve të kohëve të fundit të universiteteve jo publike, kemi përgatitur dhe jemi të gatshëm për të pritur dhe studentë të huaj, sepse ne do të ofrojmë programe dhe me gjuhë të huaj, në anglisht natyrisht. Për këtë kemi programet e përgatitura, për këtë kemi stafin aktual dhe atë që mund të rekrutohet nga brenda dhe nga jashtë, dhe mendojmë se Kolegji Universitar Qiriasi, konkretisht Fakulteti I Ekonomisë, do të jetë në rrjedhën e këtyre ndryshimeve.